Çfarë ndodh me fëmijët me autizëm kur e kalojnë moshën 18 vjeçare? Është një temë që asnjëherë nuk merr vëmendje. Kur fëmijët me autizëm mbushin moshën 21 vjeçare, ata dalin nga sistemi shkollor. Dhe kur ndodh kjo, mbështetja, siguria dhe përkraja që është ndërtuar me vite të tëra, zhduket brenda natës. Terapitë e tyre ndalen dhe mësuesit dhe asistentët që ishin aty çdo ditë me të, ata nuk janë më. Dhe familjet mbesin në mes të atij hendeku, të vetmuar dhe pyesin si çka vjen më pas, në një sistem që nuk ndërtua kur për të mbështetur të rriturit me autizëm. Listat e pritjes për shërbimet për të rriturit janë me vite, financimi është i pamjaftueshëm, mundësitë për strehim janë të kufizuara, mbështetja për punësim është e paqëndrueshme dhe bara bie pothuajse mbi të gjitha familjet që tashmë janë të lodhura me vite të tëra përpjekjesh. Diçka duhet të kuptojë qeveria, institucionet dhe gjithashtu edhe ne. Se fëmijët edhe pse rriten, ata nuk ndalojnë se qeni autik, ata kanë nevojë për përkrahje dhe mbështetje, bile ndoshta edhe më shumë. Dhe sot do të flasim shumë për këtë, të kërkojmë më tepër dhe mos t'u lëshojmë dorën këtyre fëmijëve.